Serialin e mundësuan Qendra Tregtare VM Center, ndërmarrja Lesna Preshev. Me thonë të drejtën, kam emocione. Në Tetovja bëshin më ngrajtën Mornajcet, në Preshjev u tërqetha. Qfar gjendje emocionale patëm atë natë? Jo veç unë, po këtë shqiptartë, këtë tokën. Zemra me dalë pi vendit, këtë kënaqësi veç kontarja të ofran. Po thonë që jemi pa moral, pa etik, vallaj shumë gabim e kanë. Kur më i sigur që jëmë konë, për ketë shka po e thonë. Po ku ka ma keqë, se me ardhë misafir, edhe me dasht me të rej. Po kejtë e kundër ta me të ndodhë, me hongër qytek në shpit tonde. Në vitin 1912, do me thonë para 102 viteve, unë ngrit në Vlorë flamuri më i bukur në botë, nga Ismail Qemani dhe Isa Boletini. Mos të arrojmë të thojmë se ka pas edhe shumë patriot qerë. Pa e prit askush. Bile edhe pa paramendu askush. Hyri si një rothe, flamuri i Shqipërisë etnike. Bubulinat të dasht me rejt dhe të dasht me na etiketu të thonë se ne nuk jemi për futbol. Ne nuk jemi për sport, ne nuk jemi ku e di qëfar qëtër thëshin. Por një gjë e di, se ne jemi populli më besnik në tërë botën. E jo si këta, kur janë në grup, bohen të fort, a kur janë vetë, bohen pula. Me ju kalzu drejt, bol po vjeni nati që unë se kom lishuat në të rakën. Po ku ka be ma mirë, se 99% e botës me të ru, për 1% po ne vogël. Bojnë gjithat zezat, e dojnë fajin me ta lon ty, këto nas muj me bo si popë. Të dëshirojnë për 40 minuta vdekjen tënde, dhe të popullit tëndë. Për 10 sekonda i fluturakja, ata dojnë me të hongër. A dini pse? Sepse janë në vendin e tyre. Se sikur të mos ishin në vendin e tyre. Po ja fjallën se dhe flamurin e kishin puth, plus fluturakën e kishin gjyros kuq e zi. Valla nuk po foli për jenati. Po kështu janë, i njof shumë mirë. Po jo garantoj, shime e ra, ta natën nuk bohen rahat. Krimineli hynë në fush, si kur të dajt me shku. Thojshin do këtë se 4.000 polica gjandar ju në kona ti. Unë për veti, veç 5 i pash. Ose, kanë shku në pedikyr, ose manikyra që shpjethojnë. Nuk e dia po jo kujtohet, kur këtë kriminal që hyri në fushën e futbollit, e burgosën në Itali. Sepse e kishte djek flamurin më të bukur në botë. A dini çka kërkoj? Të hyje në burgun e femrave.
Tjetri thot, shqiptarëve u duan edhe 200 vjet për të bërë shtet. Unë me plot bindje po e them, se nëse shqiptarëve u duan 200 vjet për të bërë shtet, ty edhe popullit tënd i duan edhe 2000 vjet, sepse ne në dallim nga ju kemi fjalën, besën edhe nderin dhe plot të mirat të tjera. Paramendo, unë vi nga larg vendlindjes time për ta ngi gushën me bukë. E ti çka bën? Ti ma gjek bukën, mielin, dyqanin dhe plus e gjek fletorën shka ke marr bukë veresi. Zotri nderuar, këtë një shqiptar nuk e bën. Një federat ka që male e futbolit në krye me këtë njeri, i cili nuk është hera parë që ka treguar se nuk është mik i popullit shqiptar. Dhe pa pik turpi bën këtë pyetje. Po sikur tek fluturakja të kishte bombë, mirëbe ti Platini. Atë fluturake që si pas teje e futën shqiptarët në stadium. E që dëshira më e madhe është të isha unë ai. Mirë, po lojtarët shqiptar ishin të veshur me antiplumb, apo kishte edhe bunkera aty? E gjithë bota e pa realitetin. Dhe ti, si del aty dhe shpif. Në vend se ti me qenë shembull, dhe këtyre mi aprish edhe stadiumet dhe mos milion kur me lujt futbal mo. Sepse këta edhe familjen e vetë nuk e njohin. Dhe shiten për pak para. Çka i duhet sporti, kultura, një popullit që i shërbyen bullgarëve, ku prejardhja atyre është nga moçalet e luginës së lumit Pripet, Bielorusi, ku edhe jetojshin si grupe primitive. Për dallim nga ju, ne kemi histori më të ndritur. Faji, thonë, është jetim, por në këtë rast jo. Por hapni syt, e mos u mundoni me na prek në kombe e flamur, se pasojat janë shumë të mëdha. Zonja e këtij shteti, e cila ishte një farë zëdhënse në Bashkimin Evropian, ju mund të rriheni, ju jeni thjesht shqiptar, por mjafton që serbët janë në rregull. Kjo është kryesorja. Dhe pa fije turpi i thot gazetarës shqiptare se ti ke humbur mesazhin kryesor. Por diçka ka harruar, se kjo shqipe nuk hesht kur duhet të flas. Dhe me plot krenari i tha se unë nuk jam e vetmja që kam humbur këtë mesazh, por ka humbur edhe populli im. Shpresojmë se do të vetëdijsohen njerëzit dhe të kuptojnë se me popullin shqiptar lojra nuk ka. Ka kaluar koha e armëve dhe ne problemet tona dojmë t'i zgjidhim me dialog. Nëse nuk mundemi, zgjidhja vetme është ajo. Dhe besoj se as një shqipe në këtë tokë nuk ka frikë me rrok armën. Normal, kur është në pyetje kombi, o Samir me qenë shqiptar. Pra, me mua do të takohemi në javën tjetër, në të njëjtën kohë dhe të njëjtën orë.
Serialin e mundësuan Qendra Tregtare VM Center, ndërmarrja Lesna Preshev.